Faleminderit ju që gjeni gjithmonë kohën. Atëherë zotit Elite, do doja që ta nisnim së bashku me një konstatim të Instat në lidhje me 3 mujorin e tretë të vitit 2025 që ka konstatuar dy shtetat prodhuese të ekonomisë që janë sërish në recesion. Konkretisht flasim për industrinë dhe për bujqësinë që janë le të themi në një recesion, po, të cilat janë dukshëm krahasim edhe me vitet të shkuara. Nuk e di çfarë konkretisht keni konstatuar ju, duke qenë se keni bërë një analizë konkrete dhe në rrjetin tuaj social Facebook ditën e sotme. Po, pikërisht edhe denoncimi i sotëm i para 2 orëve predikisht ka qenë pikërisht fokusuar në publikimin e fundit, që Instati ka nxjerrë për sa i përket vlerësimit të rritjes ekonomike për 3 mujorin e tretë, po dhe në vimësi të deklaratës të djeshme të kryeministrit, analizës vjetore që kryeministri bëri punës tij, e cila siç u shpreh ai vet, ato gjysmë të vërtetat që janë gënjeshtat më të mëdha, edhe për sa i përket rritjes ekonomike dhe mirëqenies së shqiptarëve, dje vetë kryeministri tha disa gjysmë të vërteta. Po, është rritur ekonomia në përgjithësi. Është rritur sepse ka disa aktorë të tregut, ata që kanë numrin e telefonit të Ballukut, të Berberit, të Ergysagasit, të cilët kanë marrë tendera, kontrata, koncesione pafund, dhe këta ata pak njerëz që janë pasuruar. Ama pjesa dorëmuese e popullatës shqiptare, ashtu siç konstatohet edhe nga vetë raporti i Instatit, është varfëruar. Pse? Sepse një ekonomi e cila nuk prodhon, nuk është ekonomi e cila zhvillohet. Dhe cilët janë dy sektorët e ekonomisë shqiptare që janë me karakter prodhues. Është sektori i industrisë dhe sektori i bujqësisë. Çfarë thot Instati për këto dy sektorë? Edhe në 3 mujorin e tretë, ashtu siç ka qenë gjatë 3 viteve të fundit, sektori i industrisë vazhdon të jetë recesion, minus 4.75%, pothuajse 5% ulje, krahasuar me vitin e kaluar. Edhe sektori i bujqësisë, po të njëjtën gjë, minus 1.73% ulje, krahasuar me vitin e kaluar. Pra të vetë dy sektorë prodhues që ka ky ekonomia jonë, janë të dy sektorë të cilët janë në recesion. Po këto janë sektorë që zgjedhin pjesën dënëmuese të punësimit të shqiptarëve, këto janë sektorë që prodhojnë produktet shqiptare, këto janë sektorë që nxjerrin edhe produktet për eksportet, të cilat janë të domosdoshme dhe të nevojshme për të fuqizuar, ndonse kemi eksporte disa herë shumë pak, shumë të ulta se sa produktet e importit. Pra të flasësh për sukses ekonomik, ku prodhimi bie, është diçka absurde. Bie bujqësia, ndërkohë flasim për rritje ekonomike. Kush ka fituar? Kush është rritur ekonomikisht? Një grush njerëzish, po. Një grush njerëzish që kanë përfituar kontrata koncesionare. Një grush njerëzish që kanë marrë kontrata pagar. Një grush njerëzish që kanë ndërtuar, siç ka rastin e tunelit dhe shumë ra kontrata apo tunazës Tiranës, kontratat porositura. Një grush njerëzish që kanë marrë favorizime, leje, licenca, po, ata janë pasuruar gjatë 2025. Ata janë më të mirëqenë krahasuar me vitin e kaluar. Shumë të pasur krahasuar me vitin e kaluar. Por kur vjen puna te shqiptari thjesht, te qytetari i zakonshëm, te biznesi i vogël, i mes apo i madh i ndershëm, i cili ka vuajtur mungesën e konkurrencës së lirë të ndershme pikërisht nga këta aktorë të tregut që kanë kryer marrëdhënie klienteliste me përfaqësuesin e qeverisë, siç janë vërtetuar tashmë, siç është rasti Ballukut, rasti Veliaj, ashtu edhe shumë raste tjera. Këta aktorë të ndershëm, këta janë varfëruar. E përsëris një ekonomi e cila e ka prodhimin në recesion, nuk ka sens ekonomik që të konsiderohet një ekonomi që ecën përpara që zhvillohet. Nga ana statistikore, Stati mund të kopsisë shifrat. Dhe thot, po, Shqipëria është një mrekulli zhvillim ekonomik. Por realiteti që neve jetojmë dita ditës është i qartë, dhe fatkeqësisht është i hidhur. Dy sektorët prodhues, si industria, si bujqësia, janë në recesion. Dhe jo vetëm në 3 mujorin e tretë, siç ka konstatuar Instati në raportin e fundit, por po sipas vetë Instatit, për 3 vitet e fundit, 2023, 2024 dhe 2025, këto dy sektorët prodhues të ekonomisë shqiptare janë fatkeqësisht gjithnjë e në negativitet, gjithnjë e në ulje për sa i përket vlerës shtuar të ekonomisë së GDP-së shqiptare.